që shkoni aty stërtru, i bëni presion psikologjik, po për atë se nuk dini me këtë merreni. Ti nuk e gënjeshtare, ti shkon dhe fundoj të greqi. Se isha prezent, po flasë për sot. Ajo ka një opinion që juve së pëlqeu, e një shkut fëtyrë, se jeni të paftyrë të dy, se po bëshin 3 shena aktualisht. Lajman do të tregoj të do mash përgjithsi. Për presionin psikologjik ti do mash përgjithsi. Ti edhe ju vitur. Jeni burra gjasa. Pa pika e karakterit, ju vitur. Edhe ti që vjen mu këtu për këtë sjellje kaq të ulët që bën. Dhe ti do mash përgjithsi. Qa përgjithsi, mirë mos lena më Kota, qa ti them? Ne ishim tu të ato ba. Mirë atë, po sikur mos tishim, papi shkoj. Koto bur qa ti them. Koto bur qa ti them. Po qa ti them, oj, më Po thuaj. s'ke qa ti thuash, apo se s'do qa ti thuash. Ja ta them unë ty, se ti do dhe mua bet tash. Jo, po normal, kur e ke gabim, e ke gabim. Po ja që po ma nesin, se nuk bëj mua bete me 23 vjeçare, se kështu the. Jo, me 13 vjeçare, se mua betet me 23 vjeçare dhe kur ty intereson bësh mua bete me 23 vjeçare. Po pra se ta ka thënë ky dhe ty t'ka qesh bluza dhe ke të po jo, se qa. Do të themisoj që ti po vjen të 46 vjeçari. Jo, nuk vijon të 46 vjeçari, pa merak. Qa probleme ka? Se vjen të 46 vjeçari? Jo, ti. Që më bëjë 26 vjeçari respektushëm. Ti si 26 vjeçari respektushëm. A ke po aq mua bete ti me mua, unë të vide ty. Po ja ku ja ku unë tu, ja ku jam unë. Ke arti këtu. Po ka artu mo. Po çat. Ja më shikon nga poshtë. Më shikon nga poshtë 26 vjeçari. Ja që këtu kështu lartë. Po pikërisht. Po tur të vipra. Po tur të vipra. Po tur të vipra. Jam shumë lartë, dhe fakti që një 26 vjeçar, s'ka qa ti thot, 23 vjeçari, dhe i thot, je 13 vjetë si goca ime, ti thjesht ti të krahasosh me gocën tënde, ka ti bësh ti. Ka ti të bësh ti. Jo, që si ka të folur, jo, të folur. Ti je një 26 vjeçar që krahason 23 vjeçar me gocën tënde. Qoftë të folur, qoftë dashuri, qoftë thjesht.